Me leuqemi të avancuar, vajza Tullace e përqafoi lepurin e bardh sikur të ishte shpresa e saj e fundit. Bardh quhej i bardh. Dhe ai vërtet ishte. E bardh si çarçafët, si drita e ftohtë e spitalit, si heshtja midis një seance kimioterapie dhe një tjetre. Ai ishte gjithmonë aty. Ai nuk doli kur nga dhoma. Nuk e lash kur vetëm. Këmbët e saj ishin të ngrira. Lëkura e hollë. Syt shumë të mëdhenj për fytyrën e vogël e të zbedh. Koka e lëmuar shkëlqente nën abazhur. Por kur bardha kërceu në shtrat dhe ja përkëdheli faqen, ajo buzëqeshi. Dhe për një moment, spitali dukej më pak mizor, lepuri flinte në fund të shtratit. Ndonjëherë ngjitesha lart dhe shtrihesha mbi gjoksin e saj. Të tjerët, ai do të mbetej i palvishëm në tokë, duke parë. Kur infuzioni intravenos pikonte shumë shpejt, kur rrahjet e zemrës ngadalsoheshin, ai dukej se e vuri re para infermierëve. Ai I lëpinte gishtat. Ai do ta vinte hundën pas shisheve të ilaçeve. Sikur kërkon qetësi. Sikur të thoshte, unë jam këtu. Vajza nuk kishte më forcë të ecte. Por aty ishte bardha. Me të, ajo nuk ndihej e turpëruar për kokën e saj Tullace. Ai nuk u ankua për dhimbjen. Infermieret të mësuara me këtë ndaluan se përpjekurit ta shtynin tutje. Ishte si pjesë e trajtimit. Një copë e dhomës. Një copë e saj. Mbi komodinën një kornisë e vogël me një foto të kohës kur ende kisha flokë. Një fustan blu, një buzëqeshje e madhe. Tani, e vetmja gjë që kishte mbetur ishte buzëqeshja, e vogël, e lodhur, por e sinqert, sa herë që lepuri lëvizte. Ajo e thiri butësisht, me sy. Kur kolli u afrua. Kur vilte, nuk largohej nga unë. Bardha ishte tërësisht e bardhë. Pa njolla. Pa frikë. Një shoqe e heshtur brenda një bote që dukej sikur e kishte harruar. Infermieret filluan të linin shënime të vogla dhe lule artificiale pranë shtratit. Bardha I çoi një nga një tek vajza. Ai e shtyu me hund, sikur të ishte një dhuratë prej tij. Ajo e mori me kujdes. I mbaja të gjitha nën jastëk. Koha në spital u zvari. Të njëjtat ditë. Monitorët bëjnë bip. Dritaret u mbyllën. Por me bardhën atje kishte diçka ndryshe. Një nxehtësi. Një prani. Një hije e gjallë. Atë natë, dhoma ishte veçanërisht e qetë. Vajza mezi kishte forcë të fliste. Por bardh u ngjit ngadalë në shtrat, u mbështet në gjoksin e saj, siç bënte kur ndjente netët më të këqija. Ajo lëvizi buzët, pothuajse pa tinguj. Një përshpëritje e bllokuar. Ishte një kërkesë. Nuk kishte fjalë, por bardha e kuptonte. Ai qëndroi në vend. Sytë e tij, të zinj, nuk u dridhen. Frymëmarrja e saj, e ngadalt, mori një ritëm të shkurtër. Jashtë, vrapuesit vazhdonin të ecnin indiferent. Brenda, vetëm ata të dy e dinin për çfarë bëhej fjalë në atë moment. Dhe në atë çast, bardha bëri një betim. Një që askush tjetër nuk e dëgjoi. Vetëm ai. Dhoma mbante erë alkooli dhe dezinfektanti, por në mendjen e vajzës, kopshti ishte plot me livando. Ajo nuk foli, vetëm imagjinoi, dhe bardha, e shtrirë pranë kokës së saj, dukej sikur dëgjonte gjithçka. Ajo ndëronte një shteg me gur të bardhë, me lule shumë ngjyrëshe nga të dyja anët. Një stol prej druri në qendër. Atje, ajo do t'i kishte flokët e gjatë të lëshuar, duke I valvitur era. Bardha do të ishte pranë tij, duke kërcyer midis petaleve. Realiteti ishte I ftohtë. Drita e tavanit vezullonte. Çarçafi mbante erë spitali. Koka e saj Tullace nuk shkaktonte më asnjë habi. Ishte pjesë e peizazhit. Një pjesë e dhimbjes, por ende kishte një shkëlqim në sytë e saj, të vegjël por të ndritshëm, sa herë që mendonte për kopshtin. Bardha ishte tërësisht e bardhë. Pa një njoll, pa një tingull. Unë eca lehtë. Unë shikoja gjithçka. Sikur ndjeu kohën që po ikte me shpejtësi. Ai eci nëpër korridoret e spitalit. Gjeta lule plastike të lëna në vazo të thyra në pragjet e dritareve. Ai I çoi një nga një të jashtëku I saj. Ai e përdori gojen, por me aq kujdes sa dukej si nderim. Vajza shikoi. Ai I preku petalet artificiale me majat e gishtave. I mbylla sytë sikur të ishin të vërtetë.
Në prapasken të mendjes sime, shkëndia, ajo me gërsheta që shtrieshin në oborin e shtëpisë. Qeshi me të atin, mblodhi gjethe. Pastaj kujtesa u erësua. Dhimbja mbërriti. Mjetet juridike. Spitali. Dhe bardh. Tani lepuri ishte gjithçka. Rojtar. Heshtje. Hije besnike. Ai u ngjit në shtrat dhe u ndal pranë barkut të saj. Merrte frymë së bashku. Unë po prisja. Infermieret kaluan pranë. Njëri ose tjetri buzëqeshi. E lan bardhën vetëm. Ata e dinin tashmë se ai nuk ishte thjesht një kafshë. Ishte e vetmja lidhje midis vajzës dhe asaj shprese që ende ekzistonte. Vajza nuk po hante më. Fytyra sfondi. Lëkura transparente. Por vazhdova të mendoja për kopshtin. Në aroma, në ngjyra, në erë. E imagjinova zhurmën e gjetheve. Këmbë zbathur në baltën e lagësht. Bardh duke vrapuar përpara. Atje donte të ishte ajo. Jo në atë spital që mbante erë fundi. Atë pasdite, Bardha solli një lule plastike të kuqe. Ndryshe nga të tjerët. Me një kërcell të shtrembër, gjysmë të zbehur. Por ai e mbante atë sikur të ishte një thesar. Ai u ngjit në shtrat. Ai e vendosi pranë kokës së saj. Dhe qëndroi. Monitori bëri një bip. Një tingull i lartë, i përsëritur. Hapat u bën më të fortë në korridor. Dritat u ndezën më fort. Ajo nuk i hapi syt. Bardha nuk u largua. Ata u përpoqën ta largonin. Ata nuk patën sukses. Ai bërtiti me zë të ulët. Ishte lënë. Nuk lëvizi. Dhoma ishte plot. Por rreth shtratit kishte vetëm heshtje. Një heshtje e trash, e ftohtë dhe therse. Lepuri u shtri pranë saj. Ai e mbështeti hundën mbi shpatullën e vajzës. Lulja e kuqe mbeti aty duke u dridhur pak nga era e kondicionerit. Kopshti tani ekzistonte vetëm në ëndra. Por Bardh, krejt i Bardh, ishte real. Dhe ishte aty. Firm. I pranishëm. Duke kursyer. Bardha ishte aty. Si gjithmonë. Pranë shtratit, i mirëpritur nga errësira blu e dhomës. Monitori pulsonte ritmikisht më ngadalë. Zhurma e makinës ishte e vetmja shenjë se koha po kalonte ende. Vajza flinte pothuajse gjatë gjithë kohës. Nuk ishte një gjumë i qetë. Fytyra e tij dukej shumë e vogël. Koka e zbuluar zbulonte zbehjen e lëkurës. I tullac, i brisht, i qetë. Vetëm gishtat lëviznin ndonjëherë sikur të ishin ende duke kërkuar leshin e butë të lepurit. Në orët e para të mëngjesit drita nga korridori pushtoi dhomën si një kujtim. Infermierët vinin e shkonin. Ata u përpoqën ta merrnin Bardhën. Njëri prej tyre e nxori jashtë, por ai u kthye. I heshtur. Përmes ndonjë çarjeje, ndonjë boshllëku. Gjithmonë kthehesha. Lepuri ecte nëpër korridoret e spitalit si një roje. Shikova përreth. Toka mbante erë. U ngjita në stola. Po prisja momentin e dur. Kur zërat u zhdukën, ai u kthye në dhomën e tij. U ktheva tek ajo. U shtriva përsëri në fund të shtratit. Syt hapur. Pa lëvizur. Motja atje ishte ndryshe. Nata dukej më e gjatë. Muret dukeshin sikur merrnin frymë. Frymëmarrja e vajzës mezi dëgjoi. Gjoksi i tij ngrihej e ulej nga mundimi. Një përpjekje e ëmbël dhe e dorëzuar. Sikur po priste diçka që nuk kishte mbërritur ende. Në një cep të dhomës, një lule e vyshkur rri në një gotë me ujë. Nga ana tjetër, vizatimet e saj u ngjitën me shirit ngjitës. Shkrepjet e fëmijëve. Një diell. Një lepur. Një kopsht me një qiell roz. Bardha shikoi. Sikur i kishte kuptuar të gjitha. Sikur ajo letër të kishte më shumë rëndësi se provimet. Ai u afrua më shumë. Ai u ngjit ngadalë në tarac. Ai u shtri pranë saj. Ai e mbështeti hundën mbi krahun e saj të brisht. Ajo nuk u zgjua. Por ai nuk u largua. Ata qëndruan kështu. Lepuri i Bardh. Vajza tullace. Agimi i gjatë. Jashtë, qyteti flinte.
Dritat e rrugës hidhnin hije të zbehta nëpër dritare. Bota e ndoqi. Por brenda gjithçka ndaloi. Lepuri nuk lëvizi. As kur monitori bëri një bip të lehtë. As kur hyri një infermiere, rregulloi çarçafin dhe iku. Ai vetëm vështroi. Dhoma duke e pezulluar në kohë. Agimi ushtri si një fije. Një fije që nuk donte të këputej. Çdo sekond ishte një pëshpëritje. Një pëshpëritje që vetëm bardha mund ta dëgjonte. Në korridor hapa të nxituar. Një karrocë metalike. Një derë që mbyllet. Dhe përsëri heshtje. Lepuri lëvizi. U ngrit pak më shumë. Ai mbështeti kokën mbi shpatullën e vajzës. Dhe qëndroi, sikur ta dish. Si dikush që ndjen. Sikur po priste. Monitori po binte në një dhomë tjetër tani. Por aty gjithçka ishte ende. Dielli nuk ka lindur ende. Por drita fillon të ndryshoj. Një blu më e zbehtë depërton në përçarje. Bardha nuk fle. Ai nuk i pulit syt. Ai thjesht qëndron. Vajza e palvizshme. Kohë e pezulluar. Agimi pothuajse mbaroi. Dhoma agoi para se të lindte dielli. Një dritë e zbehtë preku çarçafin e bardhë, sikur bota po kërkonte heshtje. Vajza ishte aty. I vogël akoma. Koka tullace mbështetej lehtë mbi jastër. Syt gjysmë të hapur. Gjoksi pa lëvizje. Bardha ishte shtrirë me kokën mbi të. Veshët janë të ulta. Syt hapur por të shurdhër. Ai dukej se e dinte. Që nga agimi ai nuk ishte larguar nga i njëjti vend. Ai qëndroi atje. Duke mbajtur atë që nuk mund të mbahej më. Monitorët ishin fikur. Infermierja hyri brenda në heshtje, pas skenën dhe u ndal. Sytë e saj u mbushën me lot, por ajo nuk tha asgjë. Ai thjesht e mbuloi trupin me një çarçaf deri në qafë. Vajza dukej sikur po flinte, me një lepur të bardhë të shtrirë mbi gjoksin e saj. Lajmi u përhap ngadalë nëpër korridore. Infermierët erdhën, u ndalën te dera, respektuan heshtjen dhe ikën. Nuk kishte zë. Vetëm zhurma e botës që ndalet. E kohës duke u zvogëluar. Nëna mbërriti e para. Ai mbante lule të bardha në duar. Sa po pa vajzën e tij, ai ra në gjunjë. Ai ja preku fytyrën me një përkëdhelje që as dhimbja nuk mundi ta ndërpriste. Bardha nuk lëvizi. Nëna nuk guxoi ta shtynte tutje. Ajo qau aty për aty, me lepurin ende mbi trupin e vajzës së saj. Ata u përpoqën ta kapnin. Një infermiere më e re i u afrua. Bardha gromëriu. Një tingull i ulët por i fortë. Kur dora i u afrua, ai kafshoi lehtë, sikur të ishte paralajmërim. Dhe ai u kthye në gjoksin e vajzës. Infermierja bëri një hap prapa. A e kuptove? Koha kaloi pa nxitim. Një grua vendosi një filxhan çaj në tavolinë. Një tjetër solli një leckë të pastër. Lulet u vendosën rreth shtratit. Ishte një altar dashurie. Me një lamtumir të heshtur. Në mes të pasdites, hyri mjeku përgjegjës. Ai ul para shtratit, vendosi dorën mbi çarçaf dhe përshpëriti diçka që askush nuk e dëgjoi. Bardha e shikoi, por nuk u largua. Ai qëndroi edhe pak, si dikush që kishte nevojë të thoshte lamtumir në mënyrën e vet përpara se të binte nata. Lepuri u ngrit nga shtrati. Ai shkoi te tavolina ku kishte vizatime fëmijësh, letra me ngjyra dhe disa shirita të vjetër. Me dhëmb, ai nxori një lidhse flokësh. Ai ishte i moshuar. Rozë e zbehur. E bërë nga pëlhur e lehtë. Një fjongo që dikur i kishte mbajtur flokët vajzës përpara se t'i binin. Me litarin në gojë, bardh eci drejt derës. Askush nuk u përpoq ta ndalonte. Ai u ndal për një çast, shikoi prapa dhe vazhdoi nëpër korridoret e spitalit. Putrat e tyre linin shenja pothuajse të padukshme në dyshemen e ftohtë. Dritat e spitalit u ndezën. Dhoma ishte bosh. Por diku eci bardh. Me një hark midis dhëmbëve. Dhe një heshtje në gjoks. Dita e funeralit agoi me re. Fshati heshte. Në varrezat e vogla, fqinjet u mblodhen rreth një arkivoli të bardhë të mbuluar me lule të kuqe. Velat dridheshin nga era.
Toka e sapo hapur priste. Nëna mbante një shami me sy të ënjtur. Një prift u lut butësisht, fjalë që mezi dëgjoheshin, këmbët shkelen ngadalë mbi barin e lagësht. Askush nuk tha shumë. Kishte shumë trishtim për t'u përshkruar me fjalë. Arkivoli filloi të zbres poshtë. Një rënkim përshkoi ajrin. Duart u dridhen. Dhe pastaj diçka lëvizi midis pemëve në sfond. Ishte e vogël. I ndyrë. Shkatëruese. Një figurë e bardhë. Bardhë. Lepuri u shfaq pa u nxituar me sytë e ngulur në arkivol. Ishte e mbuluar me balë të tharë. Putrat e shënuara. Por midis dhëmbëve harku. E njëjta gjë. Roz, e zbejur, e pisët si në spital. Por e tërë. Koha ka ndaluar. Ai ecte drejt. Një hap në të njëjtën kohë, askush nuk guxoi ta ndalonte. Fëmijët i mbajtën lotët. Të rriturit pshertima. Nëna e vuri dorën në gojë. Bardh ju afrua varrit. Ai shikoi. U hodh. Brenda varrit, arkivoli tashmë ndodhej midis mureve prej dheu. Lepuri zbriti poshtë, pa frikë. Arriti te kapaku i bardh. Ai e preku me hunë. Pastaj, me një gjest të kujdesshëm, ai e lëshoi lakun. E la aty, mbi dru të ftohtë. Pastaj u shtri. Pran arkivolit. Si më parë, si gjithmonë. Një burr u përpoq të afrohej. Lepuri nuk lëvizi. Një grua tjetër zgjati dorën, por u tërhoq prapa. Askush nuk pati guximin ta nxirrte që andej. Ai nuk dukej agresiv. Vetëm e tërë. I pranishëm. Pron. Lulet e kuqe si përvalviteshin në erë. Lidhja mbeti mes tyre. Një kontrast. Një simbol. Prifti i mbaroi lutjet. Toka filloi të binte. Bardha mbeti shtrirë. Lopata e parë jehoi. E dyta, heshtja. Kur erdhi i treti, dikush bërtiti. Por ai nuk u largua. Ata duhej të ndalonin. Më vonë, ata gërmuan me kujdes përreth. Ata e nxorën lepurin nga fundi me duar të buta. Ai nuk mundi të rezistonte. As kjo nuk ndihmoi. U hoq si dikush që mbante një zi që nuk futet më brenda. E vendosën pranë varrit. Ai nuk iku me vrap. Nuk lëvizi. Qëndroi aty, trupi i ngjitur në tokë. Sytë të fiksuar në asgjë. Njerëzit u larguan. Një nga një. Era i pastroi gjethet e rëna. Lulet e kuqe mbetën sipër. Fjongoja roz dridhej vetvetiu. Nata ra ngadalë. Dhe bardha, lepuri i bardh, ishte ende aty.